Përshëndetje miq të ftohtë të nxehtë të gjithë ju miq të Radio Televizionit 21 në Kosovë dhe TV 21 në Maqedoninë e Veriut. Një përshëndetje nga unë Granit Miftari për të gjithë ju. Kuptohet që sot kjo studio nuk mban vetëm drita. Ajo mban historinë, djersën dhe krenarinë e kombit. Në prag të përvjetorit të pavarësisë janë ditë si këto që na kujtojnë se kush jemi. Dhe ka disa përvjetore që na tregojnë se sa shumë kemi ecur për të mbërritur këtu ku jemi. E në prag të pavarësisë, kuptohet që unë sot nuk dua të festoj vetëm. Desha që këtë studio ta kthej në shtëpi, dhe këtë shtëpi ta mbushim me shpirtin e këtij populli. Sot, po e quaj kështu, në sofrën e pavarësisë, kam derin të kem pranë vetës historinë e gjallë të këngës, të vallës dhe të zërit të Kosovës. Sot festojmë bashkë me ansamblin kombëtar të këngëve dhe vallëve, Shota. Faleminderit shumë që jeni pjesë e festës sonë, një duar trokitje. Realisht, nga gjitha emisionet që jemi mësuar të shohim, sot kam pak më shumë emocione, sepse përpos që po festojmë përvjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, unë sot kam edhe një emocion veçantë, sepse gjithë këta që sot në studion tonë e kam bërë edhe më të veçantë dhe më të bukur, është ansambli që gjithmonë e jetë i kemi pranë dhe mburemi me ta. Kështu që faleminderit ansamblit Shota që jeni me nesër. Ku ka më mirë se të fillojmë me valle ashtu si çdim ne. Dhe do e nisim me një valle, Lullet e Marsit nga ansambli Shota. Shka na ka kone, ka hy hasmine, ka terone.
Me qenë se jemi në ditë feste, para se të vazhdojmë të flasim rreth emocioneve të pavarësisë të Republikës së Kosovës, unë do doja që të nisim me një këngë kështu bashkë që shemi. A ekziston mundësia me këndu një këngë bashkë? Hajde, shkojmë. Këndofshit gjithmonë. Faleminderit shumë që jeni pjesë e Radio Televizionit 21, që të festojmë bashkë ditën e pavarësisë. Po e nisë shumë pak si me hilje, po e nisë me drejtorin. Xheladin Krasniqi, faleminderit shumë që sot bashkë po festojmë me gjithë shqiptarët anë mban botës. Faleminderit e juve. Faleminderit shumë që jeni pjesë e jonë. Apo të pyes, fillimisht, kuptohet që çdo përvjetor i pavarësisë të Republikës së Kosovës na jep një emocion të paparë. Por do doja pak të kthehemi në kohë, kthehemi me 17 shkurt të vitit 2008. Ku ka qenë ansambli Shota atë ditë? Atëherë faleminderit për ftesën, duke i uruar gjithë shqiptarët për festën e pavarësisë, natyrisht duke mos harruar sakrificën sublime të gjithë atyre që kanë rarë për liri, të gjithë atyre të cilët sot nuk gjenden në mesin tonë pra janë të humbur, dhe gjithsesi duke mos harruar edhe padrejtësinë të cilën po i bëhet udhëheqësve tonë të luftës çlirimtare. Natyrisht nëse kthehemi në retrospektiv, ansambli Shota në ato ditë të ftofta, edhe pse me shumë emocion ka përcjell përmes lëvizjeve të saj, gati përmes këngës, përmes kostumeve, duke i kujtuar shqiptarëve të gjithë se ne jemi një komp, kemi një traditë të lashtë dhe sigurisht se jemi në tokën tonë ashtu edhe si që thonë nga kënga refereni i kësaj. E vërtet. Drejtor, sa është e vështirë kështu me udhëheq një ansambël ku realisht gjithë shqiptarët mburremi me ansamblin Shota, ku kemi instrumentist, valltar, këngëtar. Më thënë që asë një moment mos harrojmë vlerat tona, themi kështu. Sa është e vështirë? Sigurisht me tash në kohën moderne, tradita tona ka pak me dashje o pa dashje, po na imponon edhe koha që të harrohen. Pra ansambli Shota është një institucion i cili garanton ruajtjen, promovimin dhe kultivimin e vlerave tona kombëtare, duke mos anashkaluar dhe pjesët tjera të cilët sot nuk janë në territorin e Kosovës. Pra ansambli ballafaqohet me vështirësi siç janë ruajtja e këtyre vlerave, studimi, analizimi i këtyre gjanave. Faktikisht ne sot po përballemi edhe me një staf ose një trup artistike e cila pa modesti mund ta them ka filluar të plakët, pra ansambli duhet sa më parë të filloj një turne nëpër Kosovë ku do t'i bëjë thirrje edhe Ministrisë së Arsimit që të filloj me shkollën e vallëzimit. Në Kosovë është një handicap sepse shkolla e vallëzimit nuk ekziston. Artistat tanë detyrohen që të shkojnë në Tiranë për të mësuar ose për të studiuar për koreografit ose vallën shqipe. Prandaj këto janë sfida të cilët ne duhet të ballafaqohemi dhe të së bashku me gjithë anëtarët e ansamblit të mund të bëjmë ose të ofrojmë ato e cila është më afër, duke pasur kujdes gjithmonë ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Shumë e vërtetë, faleminderit drejtor. Kuptoj që pas pak do të flasim prap, do të kaloj tek, po e them kështu jashtë modestisë. Po kthehem atëherë kur kam qenë fëmijë, edhe kur për herë të parë ndoshta kam filluar me pa ekrane televizive, me pa muzikën, me dëgjuar, më kënaq, kuptohet që Ylber Aslana ka qenë gjithmonë ashtu, edhe kom pas pak në para emocioni kur të kom pa në ekran Ylber, kështu që kam kënaqësinë që sot jemi bashkë dhe flasim si edhe drejtor artistik i ansamblit. Sa është e vështirë me qenë drejtor artistik i ansamblit Shota? Varet prej cilit kanë të vështrim e sheh. Është e vështirë për shkak se është përgjegjësi e madhe. Është përgjegjësi e madhe me qenë në krye të një trupe me artist kaq të mirë, e kaq të dëshmuar, po thojmë edhe brenda dhe jashtë vendit, domethënë nuk është lehtë, është përgjegjësi e madhe dhe gjithmonë duhet të jesh shumë i kujdesshëm dhe është natyrisht shumë lehtë sepse
artistat e bojnë punën vetë. E vërtet. Po, po e flasim për shembull për sot. Paraqitjen e juj kuptohet që përgjegjësia është shumë e madhe dhe gjithë secili ka peshën e vetë. Sa kohë të merr me u përgatit komplet ansambli për një paraqitje, qoftë televizive, qoftë ndoshta edhe në një koncert, spektakël, që të paraqitet në mënyrën më të mirë ansambli? Shikoni, ansambli këtë punë e ka përditshmëri. Ansambli është profesionist edhe për çdo sikur gjithkusht tjetër, prej të hanës deri të premtën e ka orarin e rregullt të punës, edhe nuk bën gjë tjetër veç kësaj. Kështu që nuk është ndoshta nganjëherë varësisht prej festës, prej destinimit të programit, nganjëherë kemi dilema në përzgjedhje, për ndryshe, për ta bërë punën është përditshmëria jonia, kështu që nuk duhet ndonjë punë e veçantë. Si drejtor artistik kuptohet që këto pyetjet pak matrona kanë me të ra ty fatë. Veç bërëm, ti edhe ashtu në start bën e plak. Jo, realisht do tash që më rrit me ty. Cila pjesë është më e vështira me u marrë vesh? Me këngëtarët, me orkestrën apo me vallëtarët? Me drejtorin. Jo, përveç me drejtorin, përveç me drejtorin e ke bërë nditjen saktësisht ashtu që me këngëtarët është vështirë. Pse bre, qa kanë këngëtarët qëtu? Pa tash më së mështi, deri tash i livdova. Okej. Jo, mirë, natyrisht, secila pjesë, secili sektor këtu i ka veçoritë e veta edhe natyrisht, si drejtor artistik, ti nuk i din krejt punë mas miri. Tek e fundit përgjegjësia ime është që krejt ky paket, krejt kjo e përbashkët të duket mirë dhe të del mirë para publikut. Edhe është, sidomos me këngëtarët e me orkestrin, me vallëtarët më pak, po me këngëtarët e orkestrin është më individuale puna, e keni tjartë. Prandaj shpesh debatojmë, po jo shumë. Okej. Do doja pak të flasim me këngëtarët, kuptohet që gjithmonë i shohim të parët ata që ndoshta shpeshherë i duam, nga herë dhe i gjykojmë, po e nisim me Violeta Kukaj. Okej, i kemi mikrofon ato afër, Violet. Fillimisht po të pyes pak sa për pavarësinë, për ditën e shpalljes, çfarë kujtimit sjell kjo fest? Fillimisht do t'i përshëndes dhe t'juroj gjithë shqiptarëve, kudo që janë ditën e pavarësisë. Ajo ditë ka qenë një ndër ditë më të ftofta nështë asaj i përket klimës, po ka qenë një zjarr i mbrëmshëm i gjithë shqiptarëve edhe për mua ajo ditë. E vërtet. A ditë, domethënë momentin e shpalljes pavarësisë, kam qenë në Skënderaj, ty prit në çdo moment me dalë në skenë, dhe paraqitja e parë ka qenë skenë Skënderaj, pastaj në Drenas, edhe në fund Prishtinë. Domethënë, atë ditë e kam festuar me gjithë shqiptarët, po me ata që ishin gjithë në çdo moment ty prit pavarësinë e kam festuar me bashkëvendasit e mi fillimisht, pastaj në fund Prishtinë. Po ka qenë një ditë e jashtëzakonshme, e veçantë, e shumë pritur, e që në fund e morem ato që na takon dhe e meritojnë. E vërtet. Violet, kuptohet që ndër vite, domethënë qysh nga viti 2008, gjenë më sot 2026, ka ra me kënduna në shumë vendet të ndryshme në ditën e shpalljes pavarësisë. Po mendon që ka fillu pak sa me uzbe kjo festa, apo është e njëjta qysh në ditën e parë? Unë mendoj që është e njëjta, por nështë ndryshimi është që po e festojnë në mënyra të ndryshme. Nështë në atë periudhë kanë qenë koncertet ato tash, po mendoj që po festohen edhe në familje, edhe në vendet ndryshme, po mendoj që e ka efektin e njëjtë dhe rëndësinë e njëjtë. Cila është ajo këngat kur e këndon Violeta përballë publikut që këndon gjithë publiku një zëri? Një prej këngëve tua, me qenë se repertuari yt i muzikës është shumë i gjerë, po ndoshta një këngë që Po nështë ty u bazu që unë kam një karrierë mbi 40 vjetë, edhe sigurisht kam shumë këngë, shumë hite dhe publiku shumicën e këngëve i dinë dhe i këndon, por nështë kisha veçu ajo është i gjallë, që paraqiten në çdo fest, në çdo aheng familjar, ajo kanë kërkohet çdo herë. A e këndojmë bashkë refrenin e këngës? Se unë thashtë të komplet pas skenari. E këndojmë bashkë, pra.
Në Kosovë këndon prap nga ganti, o jo s'ka vet, a vet komandanti. Në Kosovë këndon prap ishtari, o jo s'ka vet, a vet legendari, komandant legendar. Faleminderit shumë. Okej, po vazhdojmë me Liridon, me qenë se po vazhdojmë këtë formë. Sa është vështirë me qenë këngëtar në ansamblin Shota, tu pas parasysh më falë. Pak ma shumë them nga pas ta se me shkuj. Jem opozit, no. Normalisht, nuk është edhe letë, sepse ki përgjithësi në radhë parë, edhe duhet me qeni vetëdijshëm që je pjesë e një ansambli profesionist. Me bi 65 vite si ansambl dhe normalisht e letë nuk është, por duhet me pas përpjekje të vazhdueshme për me dalë sa ma mirë, edhe me prezentu ansamblin mënyrën ma dinitoze. E vërtet. Liridon, cili është ai momentit që ndoshta do ta mbash si kujtimin më të bukur gjatë paraqitjeve t'juaja me ansamblin, me kolegët bashkarisht? Një kujtim që ke me rujt gjithmonë e jetë. Duke marrë parasysh tash gati bëhen 2 vite që jam antar i rregullt i ansamblit. Prej vitit 2010 deri në vitin 2014 kam qenë vetëm si i punësum pa kontratë, do më thonë. Mirë po, ai kujtimi më i mirë, mund me thonë që ka qenë pjesëmarrja në festivalin në Poloni, vitin e kalum, ku kemi qëndru rreth 11 ditë, kemi pa shumë shtete, ansamblet ndryshme të shteteve në përbot, kanë lënë një përshtypje të jashtëzakonshme dhe me ansamblin së bashku kemi kalu ditët më të mira. Kjo është një ndër kujtimet më të mira. Po. Po për shembull ndaj moment cikletshëm. Stash po flasim gjithë për ato të bukura të mirat e poshtë, ka një moment i cikletshëm. Konsideroj Liridon që drejtor aksion këtu. Nuk kisha hyrë ajo pjesë. Mos vë Liridon. Po e bëjmë continue. Okej, në rregull, me qenë se kontinu, po e vazhdojmë me Mirvete Bajramin. Ka vite që jeni pjesë e skenës, e kuptohet që çdo performancë ka të rëndësinë e vet. Po cila është ajo një ndër performancat e tua më të veçanta që e ruan deri më sot? Që t'ka bo pak sa, ndoshta edhe kur jetën shpe e kujton si një ndër momentet më emocionuese. Fillimisht faleminderit për këtë ftesë që na ke bo, edhe ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë ditën e pavarësisë, me qenë se uruan gjithë, po uroj edhe unë. Për mu, kisha me thonë që gati çdo koncert, çdo paraqitje ka veçantitë e veta, ka momente të mira, ka po megjithatë mundohemi me rujt atë më të mirën që e kemi. Miki, cili prej krejt kolegëve për shembull është pak më disponimi i grupit, po e them kështu. Që e kush është? Ati Saron se vinë adhe të ti. E tregoj vetë, E tregoj vetë Saron. po se cili mundohet me kallëzu vetën në atë mënyrën e vetë, po më në jetë. Kur jem me Omar, kur këndoj me të gjitha. Nuk e di Miki, për shembull, a qeshin edhe kështu nëse bëjnë një pyetje pak më ndryshe, për shembull. Cili është pak personi ma kërkus? Jashtë a Ylberit, kuptohet. Jashtë a Ylberit dikush që është pak prej kolegëve që bën ma shumë teke. Nuk ka si personi, nuk S'ka. njoh, jo. Për pos Ylberi është ma detajist edhe me Ylberin derit në përgjithjen e këngës, do me thonë kem pak atë derit ta na i aprovon, se na do me thonë edhe na ndonjëherë japë mendimet tona, por Ylberi është ai i fundit që aprovon, cilën këngë do ta këndojmë. Po dal pak, shtu, më t'i kos kësha pas ma shumë emocione edhe stres, se sa që më ka e Ylberi sot. Një darë të gjitje për Ylberi për fetjen.
Para se me vazhdu me disponimin e grupit, po e themi kështu, me Saran, unë doja që bashkë ta dëgjojmë një këngë, e më pas vazhdojmë që edhe të flasim, edhe të këndojmë, edhe t'i bëjmë ashtu si që dim ne në festën e përvjetorit të pavarësisë, me ansamblin Shota, që sepse ne mburremi me këtë ansambl që kemi. Faleminderit. Pas këngës së shkuadrës vazhdojmë rrjedhën e emisionit Ftohtë e Nxehtë, kuptohet që ata që gjithmonë e bëjnë nxehtë janë valltarët. E sidomos një zo për shembull, në për shumë interpretimet që i kemi parë është një zo gjithmonë që na ka bua ashtu pak sa me umbur, besnik para se me vazhdu me të vetë qyshje. Qysh është ajo pjesa që zakonisht kur e interpreton këve na bëhet zemra mal, ashtu e kemi pak sa me interpretu? Gjithë qysh. O, mirë se erdhe! Besnik, sa është vështirë t'jesh valltar në ansamblin Shota? Kështu tash kuptohet që drejtorat nuk i kena përballë.
as kamera që po dalon e të kjo pjesa kështu. Flasim shlirëve që në ti. Nuk është probleme e punë. Ti e bane pyetjen sa është vështirë me kanë valtar në ansambl shote. Si që thënë edhe para forcët e mi, kolegët, artistët, edhe përgjithësit, me kanë ansambl shote është përgjithësi e madhe. Në veçanti, unë si solist i parë ansamblit, barën të cilën e kam i supët e mia, ka shumë përgjithësi, po kjo përsjellet edhe me krenarin që unë e ndjej për këtë besueshmëri që mu ka dhënë. Po, është përgjithësi e madhe për arsye se çdo karakter, çdo element, motiv, e qoftë motiveve lirike, festive, deri te ato patriotike, duhet me u transformu shumë fuqishëm nga pamja, nga emocioni, për të çuar mesazhin te audiencës si duhet. Për shembull, për një paraqitje kuptohet që po besoj që vallet ndryshojnë ritmi, ndryshojnë muzika, po ndryshojnë edhe emocionet. Po ndër vite, cili ka qenë ai ndoshta një ndër emocionet të besnikut që nuk ka me harru kurrë? Ka të shumta me të thonë të drejtën, unë identifikohem me karakterin patriotik, edhe të përshkrimit të imazhit të një shqiptari patriot, edhe tipik. Edhe gjitha ato vallet të cilat në repertoarin ton koreografik i kanë sjellë autorë të ndryshëm, koreografë të ndryshëm, në veçanti dy nga vallet më të rëndësishme për mua, mendoj, që është roli i Adem Jasharit në Lulet e Marsit, nga koreograf Xhemali Berisha, si dhe Festa e Bashkimit, ku jam pjesë solist që ka kriju Fehmi Shaqiri, mjeshtri i madh. Këto janë dy vallet të cilat për mua janë të nguluritura thellë në shpirtin tem dhe i luj me endje. Gjatë kohës që ishe duke mu përgjigj, kuptohet që pas pak do e shohim edhe njërin prej valleve që e përmende, kështu të paramenu. Me qenë se të pak sa ma burrit ato paraqitjet tua, që she dok në erë me të hek musteqe ta e ke menu kështu? Kjo është shumë thjesht, nëse vjen në një moment që do të me ndru identitet, do të me hjek musteqet edhe me prej flokun. I kërkoj drejtorit artistik me bona i valle, me hjek musteqet edhe flok, me ndru komplet. Okej, po kalojmë tek solist, ja. Kuptohet që ti jesh pjesë e ansamblit, dush me sakrifiku her pas here. Cila mendon që është një ndër sakrificat që për momentin po të kujtohet? Po, për momentin edhe kjo sot një është një lloj sakrifice. Jashta me e kështu. Jo, kuptimin që të qenit artist, do në thot, e mërkone vetë, mes në këto shumica ime dhe familjar, kohët e gjata, do në thot, gjdo paraqitje ka sakrificën e vetë, do në thot, duhet të organizohet edhe jeta jonë që në mënyrë që t'jemi në mundësi të paraqitemi korrekt, t'jemi në rolin që kemi, do në thot, të se cilës valët që paraqitemi, pa e ve prezentu, ose pa u ajo që na ndjem, do shta kështu realën. Do thot, të qenit artist, po njëkohësisht edhe njëri, do thot, është edhe një sakrificë në vete. Shpesher të qenurit artist, kuptohet që ka sakrificat më të mëdhaja, që kërkush nuk dhe të shushje, po dush me kry punën që e ki. Sakt. Prej krejt performancave që i ke bo, cili ka qenë një ndër ndoshta vallën ose koreografin që ka qenë shumë e vështirë me realizu, po që e ka arrit në mënyrën më perfekte të mundshme? Në periudhën kur e fillon vallëzimin, do thot gjithçka është e lehtë, sepse është energjia, është vullneti, po pastaj me kohën vjen edhe plotësohesh, kështu që fillon me kry vetëm si obligim. Du t'jemi sinqert, t'jesh 26 vjetë valltare profesioniste, sigurisht që e bën edhe të veten, krijohet ajo lodhja. E veçanta në ansamblin Shota është sepse kemi gruponsha nga më të ndryshme dhe mund bëhet zemra mal, kur shohim gjeneratat e reja që janë pjesë, po e them kështu e vallave popullore. Altin, erdha të ti kështu pa paralajmërim. Që shie mas pari? Mirë, faleminderit për ftesën, gjithë shqiptarëve urime festa pavarësisë. Knaci. Altin, po du me undal të kjo pjesa, kur vendose t'jesh pjesë, fillimisht mirësh me vallëzim popullor? Po, me vallëzim mirëna për vitit 2016, pe ati viti unë dëshira kum pos për mu bo pjesë ansamblit Shota, po për shkak konkurseve sene,
deri vjetë kur u hop konkursit, tani kum apliku dhe jem bo pjesë ansamblit Shota. Kur është vitin ti? A ka ma frikna e konkurs shumë? So në marë sigur të fitaj. Nëse sot nuk mëj me valzu, më falju të berë se nuk mëj se me një komë që mirë. Ali, kur të bëjsh ma mirë. Okej, cila ka qenë emocioni më i veçantë, do të thëtë gjatë performansës tënde? Po emocioni më i veçantë tu konë koncertin Bujanovës, mikpritja shqiptarëve atje dhe atmosferën që e kam bo atje. Një përshëndetje dhe një duartërkitje të veçantë për gjithë Preshevën, Bujanovcin, gjithë diasporën, po e them kështu, sepse ata i kemi pjesë zemrës. Cili prej kolegëve, tu me qenë se atje nga thanë që Saranda ka pjesa e solistëve është pak më shumë që bën show, po e themi kështu, po peja në sy kush është ai personi që bën ma shumë show? Edhe pse unë po menoj, diçka po hajtë. Na e kem pe qika orë Kaltrina. Ku është Kaltrina se s'pesho? Shoqa. Okej, familjarisht, Saron, familjarisht. Okej, Kaltrina. S'kom qare pa shku të Kaltrina. Kaltrina. Porno. Si e fillimisht? Fajem derit jo. Nuk ki nevoj më po ka serioze, se s'ka nevoj. Për deri sa Saranda tha u shut që em. Saranda në shtin me qeshtash. Cila ka qenë momenti që i ke thonë vetës që unë jam shumë krenare që jam pjesë ansamblit Shota? Po thuaj se gjdo dit. I thëmë vetës që jam krenare që jam pjesë ansamblit Shota. A ka në duar të kitje? Cili për shambull mas shumë të i bërtet kështu? Veç mu kalëzëm, se s'ki nevoj të tërkujt. Shefi. Cili është shefi? Ku e kena shefi? Afrim Alqiqi. Afrimi ka dalë jashtë. Jo, tha s'porrit, tha se më përmenin. Okej. Për të mirë, a ka momente s'kuptohet që shpesher, kur valzoni, ka momente që ndoshta skena nuk është adekuate, ndoshta edhe në shi, edhe në borë, edhe në pjesë të ndryshme. Është një farë sakrificet që bëhet me valë, sepse nuk është as që letë si që duket në fund të ditës. Cila ka qenë ai moment që të karshit koma, apo? Ndoshta në për epopene u që kësë, atë zakonisht e kemi çdo herë qërshet, edhe është pak hapësirë më e ngusht, po muno me ose na i qeft, ose diçka që eliminon për me dalë sa ma mirë. Dhe kjo është e bukur është dhe të qenurit profesionist, kuptohet që gjithmonë këto, po e them, vështërsit, nuk i nxjerrim paçë me i pa publiku. Jo, asnjëherë. Okej, faleminderit Kaltrin. Kuptohet që të pjesa e valltarëve do të kthehem sërish, po tani kisha dashur më shku tek atmosfera e grupit, po e them kështu, tek Saranda, me qenë se sy kanal goja edhe për kësaj pjesës të valltarëve, po lëviz kështu, jo vi me gjithë mikrofonun, zakonisht, për ndryshe, unë kërkova zisajrë duar tërkitje për gjithë ju, po në këto momente kësha dash një duar tërkitje për tërë stafin e Radio Televizionit 21. Sarandë. Qëshje Sarandë. Falim dhe qëshje ku përshkon, bre? Ka dalë se po du të mu majtë ka pak se po më shetë kështu. Granit shumë bukur po do kësh. Fajmë derit shumë. Uri me fesën ty, derit. edhe kitë shqiptarve. Sarandë, që sa vite e pjesë ansamblit? Ma shumë se një dekad jam bashkëpunëtore jashtme, u plaka në ansambl, u bona nane, gjyshe, derisa u hop konkursi, e tash jam soliste në ansambl. Kur është konkursi tjetër të regat? Të përgadit na. Stërnipat jam të i fri. Okej, Sarand, apo më të regon momentet pak ku ndoshta nuk jenë di mirë, sepse shpesh herë harrojmë që edhe kur nuk jemi ndoshta edhe emocionalisht, edhe fizikisht, se gripe, smundja, ose thjesht nuk njihesh mirë ndoj ditë, duhesh me patjetër me dalë, me buzëqesh, me performu mënyrën më të mirë të mundshme. Cili është ai momenti që po të kujtohet për momentin ose ajo paraqitja jote skenike? Paj, smut mu kanë dyqysh ja del me knu veç kolli, valla. Kur je me koll është tepër problem. Jam para 2 vjetë më do këtë, si zona dimni diçka ka qenë, kena pas koncerte, jam kanë me koll. E qa tepër sikleta. Thash po dalë s'kena i ka të koll dhe të knu. Po du me të pytë për cilën këngë për shembull kur e këndon, brenda një paraqitje së ansamblit, është një këngë që ndoshta e ke pak me mas stres për me e këndu.
Me ma stres, s'po di, bre, këtë kongë t'i marim kështu me shumë knaqësi, ndoshta me ma përgjegjësi këndojmë kongë për shembull që është mora fjallë. Mora Konga, fjallë. po, që na emocionon, jo veç mu po krejtve. Se s'pakak nuk kërkush të mora fjallë dhe i tash për shembull. Se di, s'kanë guxu pi meje. A e knojmë tash? Okej. Hajde të knojmë bashkë njerë mora fjallë. Mora fjallë, mora vargun, mora qarkun, me i thurkan bashk legendarit, ti këndoj madem jasharit, ti këndoj. Tash sa vjet se shem prej kazin dhe në gjakun, tash sa vjet se shem prej licën, tash sa vjet prej Mitrovicën, tash sa Faleminderit Granit, faleminderit shumë. Këndofshë gjithmonë. Faleminderit. Saran, me ty prap, ku me vazhdu edhe një bisedë. Ja, mos jam këtu. Ashtë jo. Po du me undalë pak sa të drejtori. A ma e letë është me qenë drejtëri ansamblit, apo me pas një të djelje pushim të shpia dhe mës me dëgju asë një zhurëm, asë një problem, asë një kërkes? Me tonë drejten, ma letë është me qenë drejtori ansamblit, se sa me qenë një dedilit të shpia, sepse gjithmonë përgjithësia për punën, për kushtimi për punën, rujtjen e traditave, kultivimin e tyne, është një sfidë madhe e cila, po hyne në oqeanin e tilë, nuk mund të dalësh asë edhe në shtëpi o e le me të dilën. Andaj, si sfidë, si përgjithësi, do të kisha vequ jashtëzakonisht shumë, do të kisha konsideru edhe një përgjithësi të lartë, që ne si udhëheqësat e institucioneve duhet të përkujdesmi për këto vlerë. Drejtar, kuptohet që 2025 në ansambli Shota ka pas paraqitje nga të shumta dhe nga më të ndryshmet. Çka ka në 2026 për ansamblit Shota? Kuptohet që ndrën agjenta sepse bëhen ftesa të ndryshme, po diçka që vetëm është vullos që në 2026 ansambli do të bëjë këtë. Sigurisht se dinamika në ansambl ndryshon nga vitin e vit, sfidat gjithmonë janë jo të njëjtat. Për këtë vit ansambli vetë se ka vendos që me 16 shkurt do të kemi koncertin festiv për nder të festës së pavarësisë së Kosovës, në patronatin e zyrës së kryeministrit, pra në Prizren. Gjithashtu me 15 mars në Bern të Zvicrës do të kemi koncertin e radhës, ku organizatorë janë klubet shqiptare që jetojnë atje. Një përshëndetje për gjithë. Gjithsesi. Ku pjesëmarrëse në këtë koncert është edhe familja e Adem Jasharit. Gjithashtu, pastaj do të fillojmë me aktivitetet tona, të cilat me ftesë ambasadës së Turqisë në qershor do të marrim pjesë në Istanbul, po ashtu në një koncert për bashkëdhetarët tonë atje. Do të vazhdojmë me ciklin e artit në shkolla, ku përmes kësaj do të promovojmë vlerat tona kulturore të brezat e rinj, dhe natyrisht me koncerte tjera tradicionale të cilët i kemi në territorin e Republikës së Kosovës.
doja të veçoja, është një premtim i cili nga viti i kaluar, kemi mbajt një koncert i cili po besoj të gjithë ardashësit kanë bet në kujtesën tonë, të cilin e mbajtëm në Preshevë. Gjithashtu do të vazhdojmë të mbështesim të gjithë shqiptarët të cilët jetojnë jashtë territorit të Kosovës me koncerte të tilla. Kështu që unë po e shtoj edhe këtë pjesën sepse çdo performancë juja, çdo paraqitje juja skenike kuptohet që ka edhe pak sa përgjegjësi te kjo pjesa, stresi, edhe pse drejtori na zbuloi disa prej datave ose ditëve, kuptohet që një pjesë sepse Detorën që ka drejtori di që është e mbushur në full, sepse kush nuk do dënte që ansambli shota të jetë pjesë e tyre, po për krejt këtyre paraqitjeve Ylber, cila është pak ma që ki pak ma me stres, me siklet? Se a pas këtë më shku në Zvicër, a në Turqi, a në Gjermani, nashta kur si djetë edhe në Amerikë, më thonë ka pikë të ndryshme. Cila për këtyre pjesë pak ma ja priton ma shumë? Jo, nuk përtojmë asë njëherë, po flasë në amën të gjithve. Përgjithësia për neve është gjithmonë e njëjtë. Ne kemi një farë kodi profesional që paraqitja jone, sikur para 2 fëmijëve, kur vim të fëmijët atje, sikur para një salët mushur me 5.000 veta në amfiteatra, ne kemi përgjithësinë artistike të njëjtë, sepse shumë të në rast du me tregu një sekret të artistave. Shumë të në rasteve njerëzit mendojnë që na po e bojmë këto për ata, na e bojmë veç për veti. Prandaj na e bojmë gjithmonë njëjtë edhe kënaqemi. A keni të qartë? Do më thonë përgjithësia është gjithmonë e njëjtë. Gjithmonë e njëjtë, aq më tepër që ne jemi ansambël profesionist dhe edhe ky epitet na ngarkon një përgjithësi tepër, po megjithatë nuk kam dallime po më stres dikun më pak, dikun më shumë. E njëjta. Me qenë se jemi të stresi, për me largu stresin për të gjithë miqtë të Radio Televizionit 21, do të dëgjojmë një këngë, e më pas do të rikthehemi, sepse kemi edhe shumë çka që sot në këtë ditë feste do të sjellim për ju.
Do doja që në këto momente të bëjmë një falënderim për Ozon Hair Clinic, klinika për mbjelljen e flokëve dhe transplantit të flokëve më të mirë në vend, dhe jo vetëm sepse klinika Ozon Hair Clinic tani më është edhe jashtë rojeve shqipfolse, duke vazhduar më pas me restorant Bojana, e cila sjell ushqime tradicionale më të mirat në vend, sigurisht Peperi Fink Fast Food që në çdo moment ju sjell ushqimin edhe në derë të shtëpisë. Duke vazhduar sigurisht për veshjen time, një falënderim për Ylber Rukiçin, një dizajnator i njohur nga Drenasi, dhe sigurisht Mejc Hair Salon, i cili zakonisht përkujdeset për çdo dalje time në televizive, ndërsa Imperator Events me brendin e tyre Wedding Home, e cila merret me dekorimin, organizimin e ambienteve të mrenshme, Chic Home të jashtëm, Gala Home, kështu që për çdo dekorim, për çdo event, për çdo dasme, mjafton që të kontaktoni. Ndërsa tani ne do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë.
mustakun, pit sulvok shi, ku e kam gjakun, pit Prizreni e pit Prishtina, tokat shkret vetën Kjerrina. Mos me prek ku sprek shqiptari, se zduroj me mu fiksjari. Në Kosovë t'jeli dhja më thot, jo ka zgjak s'kam me i dërkot. Në Kosovë t'jeli dhja më thot, jo ka zgjak s'kam me i dërkot. Jeli lidhe shkon për hera, timri shkon e vjen prantera o hej. Në malet e tona shtriken e bara, pa nuk shuhet kur Kosova jo, pa nuk shuhet kur Kosova Mbahit jem si mbahem shkrepat, amanet trojet e djepat, lulia tokën se që thret, besem shqites amanet. Mos me prek ku sprek shqiptari, se zduroj me mu fiksjari. Në Kosovë t'jeli dhja më thot, jo ka zgjak s'kam me i dërkot. Në Kosovë t'jeli dhja më thot, jo ka zgjak s'kam me i dërkot. Jeli lidhe shkon për hera, timri shkon e vjen prantera o hej. Në malet e tona shtriken e bara, pa nuk shuhet kur Kosova jo, pa nuk shuhet kur Kosova hej. Kuptohet që skena realisht është ndruher pas here, për shkak se kur të punosh me profesionistë është shumë e lehtë me ndru gjanat, me i kthy prap në vend. Kështu që unë po e vazhdoj tani me Majlindën. Majlind, kum pas realisht në ftoftë të nxehtë zisar, po kështu s'pas na pas asnjëherë. Apo duket ma bukur ajo? Kuptohet që ma bukur, sepse veshja më e bukur është tradicionale. E ndaj të njëjtin mendim. Nëse ti e bukur që çdo të qoftë. Faleminderit. Majlind, Faleminderit shumë. që sa pjesë e ansamblit Shota? Si vjetë bojnë 10 vite që jam si bashkëpunëtore e jashtme, mirë po gati... S'ka pas konkurs, e dhone mësova. Gati që një vetë, po i bojnë bashkë me Saranda një me i punësu, po thuaj se një vetë që jemi tash pjesë e rregullt e ansamblit. Sa është vështirë me të qenë pjesë e ansamblit Shota? Kështu të flasim pa dorza. Kër e bëm punën me shumë dashuri, është shumë e lehtë. Përgjithësia normalisht është shumë e madhe, mirë po është shkon gjithçka lehtë edhe këndshëm. Majlind, me qenë se ty të kam edhe mi kesh kështu në aspekt, s'moj pat nga të mu pak. Pse? Sidomos, nejse, s'pohia, nejse, jemi ma ensemble, se të zbën. Cilit ma shumë pak të kap një farë stresi, kur e një zonin e Ylberit, a zonin e Gjeladinit. Me mi dothi si më Stres ndoshta jo, mirë po varet me çfarë toni ta thrasin emrin. Atëherë e din. Aden e kanë me ma të sart janë, ma të butë, kështu që stres ndoshta jo, përgjithësi ma shumë. Përgjithësi ma shumë. Okej, unë po du me shku pak të orkestra, po derisa të shit të orkestra, jo, ti mere mikrofonin e zibi ma këtë të bardhen, një referent një kongës në akron, derisa të shkej ati që më të shkej thot, Majlinda, din, se është pak me qenë, se dhe kena fesot, gjithë kemi qef me këndu, nësa një referent një kongës, më sta lypit një kongës tonë dhe, po këno një kongë çfarë e dënë ti.
Për ndryshe, kuptohet që në ftohtë të nxehtë gjithçka ndodh kështu, dalë prej skenarit. Krejt këto këngë që janë aty këtu në tavolinë nuk janë kom pjesë skenarit, po unë kam qef kështu. Kisha kërku për gjithë juve. Një duar tërkitje për ata që e bojmë punën, një ndër punët më të vështira, orkestra. Sepse është e vështirë shpesh herë me i përcjell këngëtarët, artist, që besa ka njerë është edhe nderë dhe privilegj që ka njerë edhe stres. Gënd. Kënaqësi që je sot në pjesë e emisionit festiv dhe kuptohet komplet ansambli Shota. Kënaqësia është edhe imja, ju faleminderit për ftesën dhe hapësirën televizive. A ishte ti pjesë e atmosferës kështu a ishte? Gjithë ishën pjesë. Okej. Cili është pak ma shumë ajgare, kështu më duket që ti po të pak ma serios. Këtu i kem gatën e kem për atë pjesën e arktimit. Avni Zotën, Avni Abdullahun. Shkojmë të gata pas pak. Edhe është maj modh edhe gata mundësh... Gatë? Edhe me trup. A mundësh me uqunë A komë? ka një mundë cilë dhe të kite për gatën? Gatë ka e gatë? Një 2 metra. Mashallah. Okej. Po, fillimisht veç po du me i falenderu, se pjesa jonë e instrumentimit e muzikimit është shumë e lehtë, për shkak se i kem 2 shtyllat e muzikës popullore këtu, shefin ton të orkestrit, Fitim Bytyqin, muzicient i dëshmuar, edhe zotri profesorin ton Ilber Aslanaj, i cili është i... Edhe kur e ke themelin mirë është për njëve shumë alet. Po e thëmë të këtë, po e shtoj një fjallë, se s'kam se... Unë kam problem me lëkë të sensu në maj mrena, kam qef me i qitë jashtë. Kuptoj që gjithmonë në karierë, dush me punu shumë që me pas temelin shumë të fort, edhe kur e ke temelin e fort nuk është problem as në sa kat i nxjerë. Kështu që kur e ke temelin e fort, si që jeni gjithë ju profesionist, po e them, në veçanti për pos atyre që përmende ju, gjithë prej jush, s'ka ma mirë se me qenë shqiptar, po e them unë kështu, po dhe s'ka ma mirë se mu koni gatë. Gatë. Atë ka me të emri gatë, pse ma i gatë, a qa është puna e gatë? Pse jam i gjatë. Pse i gjatë? Ma kaloni shok i jemi. Hajtë dëshma ma që unë kom në gatë, më zjenë keqë. Gatë. Po? Për këtë orkestrës, e përmend në emrin tënë disa erë që të më thonë një, po e them atmosfera e grupit. Cili është pak ma dembel me punu, se kupto që ka një najt ditë, kena një pak ma që nuk ka qefërt. Gatë falë. Falë shlirë. A di qysh, gjithë punojmë atë, po pa boj gore pak nuk shka. Ska. Pak i kam 7-2 për porë. Gatë, për e krejt performancave tyja të shumëta, që i keni sigurisht, cila është një ndër performanca që nuk e me harru kur? Gati se gjithat janë pa harrushme janë kështu. Po na një diçka të veçantë? Jo se ka harru, i kena në flot i buksit. Unë mendoj se nuk dhja dëgjohën. Jo. Po, vitin 2024, ka qenë një për momente ma emocionale për mu, personalisht po mendoj për gjithë, sepse në Spanjë, në Zamora Spanjës, e kemi fitu çmimin e parë, në një shtet ku nuk e nje pavarësinë e Kosovës, ju kemi të regu se kultura jonë është
kudo që përfaqëson shota, besoj që mundet me dalë pa e mana i qmim. E vërtet është. Po du me dalë pak sa prej ansamblit, nuk jena në ansambl për momentin. Vjelet. Faleminderit. Një ndër artistet që jemi rritur të gjithë me zanin tënë, në emrin tënë, të kuptohet, ditëve të fundit, po du pak me dalë për ansamblit, nuk jena ansambl, pra po e flasë, po flasë me Vjeletën me shoqën tënë, privatisht, për kënd ka marrë malli shumë? Ka marrë malli për malin, djalin tem. Një duar të kitje për malin? Apo të pëlqen malli që është shumë Big Brother? Mali, ashtu si e ka emrin edhe është. Mal. Mal, si malet është. Ku që një duar të kitje për malin? Shumë falenderit. Edhe si vjetë po më pëlqen se edhe malli, edhe gjithat të tjerët, po flasin edhe po ngrisin zanin për të drejtat e tyne. Kështu që, faleminderit shumë, faleminderit për edukatën që ja ka jep malit. Shumë faleminderit, respekt. Një darë tërkitje për Vjeletën këtë rast. Ku e kanë fejimin? Hajde fejim. Pasha zotë nuk naqa sot me juve. Fejim. Një darë tërkitje për fejimin pëse për i nati, qashtë. Okej. Fejim. Në vazhdim, kena me pa një valle, që koreografia asaj valle e ti. Sa ka qenë e fështirë, sepse një pjesë të vallëtarëve, kuptohet i kemi këto, me realizu këtë koreografi? Feniks të Liris, dhe më thonë, është një tablo koreografike, e cila simbolizon pavdekshmërinë, ringjalljen, forcën dhe shpirtin e kombit tonë. Nuk është fështirë me realizu në ansambli shota një koreografi, një tablo koreografike si që është kjo Feniks të Liris, për arsye sepse këto kënë dojmë me trup profesionale. Unë kam punu me këtë trup, afër një mujtë të rashtë, kuptohet gjatë procesit punës, angazhimet që ka ansambli shota dhe tjera, kam qenë në thojza vetëm pak i penalizum, po me gjithatë unë i falenderoj drejtorin, udhëhecin artistik, orkestrën, korin, këngëtarët, po veçantit, kërcimtarët, bashkëpunëtorët e me, që 25 vitet që jem shot, me këta e kum pas barën më të madhe. Motivet janë të përmbledhur nga gjitha treva shqiptare, kështu që ju mundu ta bëj ushtrisë shqiptare të Kosovës, që dedikoj këtë tablo koreografike të pagjetërve nanave të cilë kanë humbur të gjithë të dashurët e tyre. Shpresoj dhe besoj që këtë fest, këtë tablo koreografike, kushdo që sheh emocionale shpirtërisht do ta gjej veten, sepse kjo tablo koreografike brenda vetës është një lloj poezie, ashtu sikur që lexojmë nëpër libra. Faleminderit shumë për këtë emocion që do të sjellësh pak. Unë do doja që para vallës them diçka që ne sot festojmë, e shijojmë lirinë, falë atyre që kanë dhënë jetën, që ne sot festojmë bashkë me ansamblin Shota, bashkë me gjithë shikues të radio televizionit 21, për kuptohet që gjithmonë e jetë të mbajmë mend se kush jemi, çfarë kemi kaluar dhe asnjëherë të mos i harrojmë ata që dhanë jetën e tyre, që ne sot të festojmë, qeshin dhe të jetojmë.
Kuptohet që fotografit mbesin histori, po e them, edhe si kujtimi më i bukur, faleminderit Lindor Çoçës që është duke na bërë fotografi bashkë me ansamblin Shota, sepse unë me të vërtet sot po ndihem më mirë se kur, fal veshjes më të bukur që e kemi, pastaj energjisë shumë të mirë që e kanë gjithë dhe profesionalizmit që po e them pa dyshim për gjithë secilin pjesëtar të ansamblit Shota. Faleminderit shumë. Edhe këngë, edhe vallë, edhe biseda, edhe krejt, për ndryshë sot, këna lënë pak një djallë që ati pa na folë. Samer, qyshe? Mirë, faleminderit grandit. Samer, ta bëj një pyetje kështu, sa është vështirë me qenë burri shpis, po e them kështu në thojza në atë aspektin, me qenë se kuptohet që gjithmonë, thash edhe në fillim, që kemi më shumë gjenis bukur, po i kemi veç dy meshkuj solista, po e them kështu. Sa është e vështirë me qenë me këndu pak më konë ma? Se e vështirë, bashkë të vetë. S'pare e faleminderit shumë për ftesën. Të jesh pjesë ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve Shota është nder dhe privilegj. Unë si i ri, po mendoj si në moshën më të re, e kam pak një vështirësi pak më të madhe se kam obligim ruajtjen e këngëve tona, domethënë të vjetra, këngëve rapsodike. Por me shumë përkushtim, falë orkestrës profesionale, drejtorit ton artistik profesional, shefit orkestrës, çdo punë ka lehtësimin e vet dhe realizohet në mënyrën sa më të mirë. Cilën i falenderoj gjithë nga zemra. Me të ngacmu, pa ka mësë me të ngacmu. Po gjithë. Po shpart ma ke këtu i samë. Okej, cila është ajo performanca pak ma e mundimshme për ty? Me e bo. Ma e mundimshme. Me qenë se ty të pashë që lunë edhe me qiftelia, po? Okej, që po e ndroj pyetjen, ma vështirë është me këndu a me i ra qiftelis? Për mu është... Sharkis në këtë rast? Normalisht tash i kom përveçsu edhe jam të i përveçsu çdo ditë më shumë edhe nuk e kam atë vështirësi, po sidoqoftë instrumenti sharkis është ai shpirti që jep edhe ndjesinë e këngës. E vërtet. Dhe kur të kompletohen është një ndjenjë që nuk përshkruhet. Qa për na këndon këto momente? Se përderisa unë po afrohem edhe të Pogaça e Bojanës, sepse buke kryp e zemër thuhet në sofra gjithmonë të shqiptarët e veçanta ka qenë buke kryp e zemër, me rëndësi është me pas dashamir, edhe njerës mirë, unë e dava një kafshat, përderisa faleminderit shumë. Rrini jo, ju për vjen marrë me hongër hau, nësë është problem. Me hongër na me këqyrë. Unë bukur shumë. Faleminderit Ylbe. Po fmirë. Nuk ka rëndësi kryesore, mu zorë të gërë nuk kanë të mbo. Zahir pajaziti, o heu kjo pushka jote, qojte tanë Kosovën, ndër vite e ndër mote, i pishtarin lezur, shtiqeve tiris. Zahir pajaziti, o kyli dardanis, Zahir pajaziti, o heu kjo pushka jote, qojte tanë Kosovën, ndër vite e ndër mote, i pishtarin lezur, shtiqeve tiris. Zahir pajaziti, o kyli dardanis. Faleminderit. Para se vazhdu me një këngë tjetër, e kam një pyetje për shoqën time. A ma let me qenë pjesë e ansamblit Shota, a me qenë bashkëshortja e Lutfi Azirit? Për ndryshëm në ajna Gjilanit, nuk hatrojemi, edhe me po pyetje tilla. Mi ndosim i vlo. Oke, një përshëndetje për lutëm, po e bëjmë nga studio, nga festa e pavarësisë. Faleminderit, ai gjithmonë më ka bo më të letë mu, e gjithmonë ku shkoj e kom pas për krajen më të madhe që, ose mbështetjen më të madhe që më ka bo ai. Arsyeja pse gjithë portalet shkruajnë kujt i ka nga qikat e lutës që? Shkojmë me këngën tjetër, e pas do të kthehemi, sepse kuptohet që do të festojmë, do të këndojmë dhe jemi drejt minutave të fundit festës së pavarësisë.
jetë i kisha për flamur i far. 100 jetë i kisha për flamur i far. Kush e pas ka zemrën me 100 rupe, kush i prin Kosovës me ushtri të re, kush e ka Gjerdanin me 1000 fyshe, macat e mjashani që nuk din me vdek. Macat e mjashani që nuk din me vdek. Kosovë kanë dalë prap nga ganti, o jo sa vek, adem komandanti. Në Kosovë flakon, prap pishtani, o jo sa vek, adem legendari. Kush po më jep zemër, luftën ta fitoj, kjo Kosova ime, linderit heroj. Kush jep kushtrimin, ta fitojmë lirin, Shqipja e Drenicës, legendari ynë. Shqipja e Drenicës, legendari ynë. Kur nuk mund të shkelet shpirti kosovar, kur naturët zjarri e ndali me zjar, kur shjela shqiptarit t'madhin amanet, lirin e Kosovës dhenden mbitjet. Lirin e Kosovës dhenden mbitjet. Në Kosovë kanë dalë prap nga ganti, o jo sa vek, adem komandanti. Në Kosovë flakon, prap pishtari, o jo sa vek, adem legendari. Komandant legendar. Kuptohet që çdo herë, çdo ditë që ne realizojmë emisione, kemi emocionet nga më të ndryshmet. Por emocionet e veçanta janë ato si kjo, e një ditës shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës, me qenë se ne po i prim pavarësisë, dhe unë vendosa sot po e them pa më dyshje, me qenë se pata shumë opcione me ftu këngëtar, artist ndryshme, me bo ndoshta gjanat nga më ndryshme, por sot bashkë me stafin e emisionit Ftohtë e Nxehtë, vendosa që në këtë studio të ftoj ansamblin Shota. Me qenë se ne duhet çdo ditë të kujdesemi për vlerat tona kombëtare që i kemi dhe të duartrokasim dhe të mos i harrojmë gjithmonë ata që përkujdesen që çdo ditë veshjet tona, kënga jonë, instrumentet tona të mos harrohen. Dhe kjo falë ansamblit Shota. Faleminderit shumë. Hala ma bukur. Faleminderit. Unë kam emocionet veçanta, sidomos kur përpos që shë veshjen, por edhe kur e kam një plis. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit ansamblit Shota, që sot ishit pjesë. Faleminderit drejtorit artistik, dhe faleminderit gjithë juve, që sot bashk festuam, kënduam, vallëzuam, kënaqësi e veçantë. Unë përkulem gjithmonë para profesionistëve si ju. Para se ta përmbyllim gjithë themin fund se u bona melankolik, kuptohet që edhe një falënderim për të gjithë miqtë e radio televizionit 21 në Kosovë, në Maqedoni, në mbar botën. Po e them fjalën e fundit. S'ka ma mirë se me qenë shqiptar. Falënderim.
se dhe për kujtim të vjej një vazo varte. Pace dhe selam, usta po qarë dhe vazon më të mirë për mua për frate. Vazoja nga dora se qëra dhe më bë një sete pesë sot, me ndiro të ndeti marmara dhe dy qarni turk më hapë si grot. Pa më shonë po qari rënë turqisht, unë shqipja dhe moment i rash, për qudi po qari nuk u lisht, me ishti pika lot në syja pash. Mosu që me këtur kë muzima, unë shaja i me dur në qan, vazo tjera mori në dyqan, dhe më thamë shaj pa shbesë nga. Qene ti unë u dhaja, si më ta, si më da ti shanë me njëre, fjala si me smije në bazar, në dyqan ka koshë se më ndje. Unë shqipja me moment i nash, për quni po qari nuk u lisht, veç dy pika lot në syja pash. Mosu që me këtur kë muslima, unë shaja i me dur në qan, vazo tjera mori në dyqan, dhe më thamë shaj pa shbesën prap. Qene ti u me u dhaja, si më ta, si më më t'i shanë me nje, fjala shqipe s'mlijet në bazar, në dyqan ka koshë se kam bje. Fjala shqipe s'mlijet në bazar, në dyqan ka koshë se kam bje. Ftohtë nxehtë